sot SPAK ka kryer një operacion i cili lidhet me një grup që lidhet me trafikun e drogës, duke që është një operacion i cili është i bazuar mbi informacionet dhe mesazhet e dekriptuara pra tashmë, të cilat janë në duart e hetuesve të Byrosë Kombëtare të Hetimit, ato të SkyCC, kryesisht dhe bëhet fjalë për goditjen e një grupi, siç e thash, të trafikut të drogës, një nga personat i cili mund të themi njihet jo shumë për autoritetet shqiptare, drejtsinë shqiptare, është Jetmir Pepa, i cili në Shqipëri rezulton si biznesmen me disa kompani. Nga informacionet të cilat vijnë bëhet fjalë për sekuestrimin e mbi 200 pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, dhe që sigurisht sekuestrimi vjen gjithnjë pas dyshimeve të hetuesve që ato mund të vinë si rezultat apo që kanë për burim aktivitetin kriminal. Tani si e shikon këtë operacion, Softa? Ju thatë me drejt që një pjesë e informacione vjen nga jashtë, nga partnerët tanë. Kanë ardhur nga përgjimet, nga zbërthimet e këtyre aplikacioneve. Mendoni se do ishte kjo botë kriminale, sa e fuqishme dhe e nëndeshme, nëse nuk do kishim pasur zbërthimin e këtyre aplikacioneve të ardhura nga partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët kanë shërbyer edhe si indicie për të krijuar nërmjet metodave aktive dhe proaktive për të marrë më shumë informacion, qoftë edhe për të vajtur tek pasuritë e tyre dhe për të sekuestruar këto 200 pasuri që thoni ju, të luajtshme dhe të paluajtshme, që disponon një person që thotë që ka një aktivitet në fushën e ndërtimit, mos gaboj, Pepa Group. Por megjithatë, një problem i madh është ky. Ka një ligj që në qoftë se ti blen dhe bën një pasuri, atëherë duhet të raportojnë. Në qoftë se do secili për tyre do shkojë ta bëjë në hipotekë. Hipoteka çdo vlerë që është mbi 80 milion të vjetra, pra mbi 80.000 euro, duhet të raportojë sektorin e pastrimit të parave, që do të fillojë një verifikim që këto para nga ardhën, pra dyshimet e mundshme raportohen pranë disa linja caktuara. Thjesht e mundur, një person ka 200 apartamente, toka pafund. Edhe njerëz të tjerë që vetëm kur ka ndodhur një ngjarje ose ka ndodhur një arrestim, kanë verifikuar dhe kanë gjetur pastaj pasuritë. Po si ka mundësi që këto pasuri nuk i dim? Nëse ne do kontrollojmë për shembull, supozojmë një gradaciel. Shumë e thjeshtë, merr një gradaciel. Kush e ndërtoi gradacielin dhe sa është vlera e saj e ndërtimit? Shumë e thjeshtë. Nëse nuk kanë ekspert, merr një inxhinier ndërtimi, ta bën kalkulimin se sa është kosti i ndërtimit. E dyta, mund të bësh vlerësimin e pronës. E dyta, kush i ka blerë? Nuk vlet dyshimin për gjithë njerëzit, a? Unë flas nëse ka element dyshimi. Nëse dikush ka 300 apartamente, apartamentet nuk ndizen siç raportohet, që mbi 50.000 apartamente janë me drita të fikura, që nuk harxojnë zero energji. Atëherë, nëse do shkojmë thjesht për të verifikuar, dhe nëse ka element që janë indicie, patjetër për të thelluar, për të verifikuar pastaj të kthehemi se ku janë këto pronë dhe pasuri dhe si u vun këto pasuri. Dhe nëse do shkojmë për të kontrolluar me ligjin antimafie si i vuret i pasurit, asnjëri nuk i justifikon të 200 apartamente apo 200 prona, të cilët kanë ardhur kur je 33 vjeç apo 34 vjeç, e çfarë aktiviteti pas ke pasur financiar që janë gjendë të vesh të pasuri. Sigurisht që vjen nga aktivitete të dyshuara që të cilët duhet hetohen. Dhe kur ne themi që duhet të kontrollohen, sidomos në fushën e ndërtimit, atëherë si do të kontrollohet fusha e ndërtimit kur një rast i dyshuar i një personi kishte ndërtuar 4 kate pa leje në qendër të Tiranës atë grattaciel, duhet ta thoshte kryeministri i vendit. Nuk ishte asnjë lloj institucioni, nuk e dinte askushi që kishte 4 kate pa leje, 4000 metra katror të ndërtuara në zemër të Tiranës, ngjitur me sheshin Skënderbej. Mora një rast tjetër që shkon ministri i Brendshëm dhe drejtuesja e policisë ndërtimit, shkojnë para pallatit, ngrenë kokën dhe thotë ky pallati këtu është pa leje. Pa i pallati ishte në punë, aty ka pas dhe një call center. Pastaj nuk e dinë ç'u bë me fatin e pallatit. Pra të gjitha këto janë o forma kur nuk kanë shkëmbime interesi, ose janë vetë. Dhe kjo është një nga arsyet që pastaj dyshojmë pse nuk zbulohen të gjitha këto parat që ju thoni, apo ne themi që pastrohen në fushën e ndërtimit. Nëse këto para janë në fushën e ndërtimit, këto 50 milionë euro ku shkuan?
Pra, nga arrestimet sigurisht do presim, do të ketë transparencë që të verifikojnë, si në rastin e parë që u zbulua nga një emision investigativ italian përballë kishës ortodokse. Dhe rasti i sotëm, dhe raste të tjera, kemi nevojë, ju si media, patjetër që nërmet jush të jepet një transparencë qytetarëve shqiptar. 50 milion euro nuk u gjetën ku ishin, sepse thuhet që janë 50 milion euro. Këto 50 milion euro ku shkuan? I kanë këta persona, i futën fushën ndërtimit, në cilën fushë i kanë pastruar. Janë bërë kriptomonedha, janë kthyer kriptomonedha. Ku shkuan këto kriptomonedha? Pra gjitha këto janë pikë pyetje, të cilët e gryjnë ekonominë, e gryjnë garën ose e gryjnë konkurrencën, po e quajmë të atij që bën biznes ndershëm. Prandaj ka të vështirë një që ka një strukturë akomoduese të rregullt me një që nuk raporton asgjë dhe sigurisht që bën konkurrencën. Prandaj kemi edhe vështirësi në jetën e përditshme sepse një pjesë punon, stërmundohet, paguan, kontrollohet deri në detaje dhe pjesa tjetër që qarkullon miliona e miliarda, jo vetëm që nuk kontrollohet, por bëjnë dhe ligjin dhe kanë pushtetin dhe madje të bëjnë dhe presionin për të arritur qëllimet e tyre. Ti referohemi një moment, se aty jemi, ato po diskutojmë parat e pista, operacionit të sotshëm që janë lëshuar 10 urdhra arreste, ndërkohë janë ekzekutuar 4 pas dyshohet që, le të themi kryesisht aktiviteti kriminal ka qenë jashtë Shqipërisë dhe një pjesë e tyre qëndron jashtë Shqipërisë edhe për Jetmir Pepën, drejtuesi i Pepa Grup ka dyshime që ndodhet jashtë Shqipërisë, spaku në operacionet kryesore që ka bërë Softa për goditjen e grupeve të dyshuara kriminale që le të themi për bazë kanë pasur aktivitetin e drogës, si një aktivitet shumë i fuqishëm, kriminal i cili i mban gjallë le të themi të gjithë jetën të bazuar mbi krim, aty i marrin para dhe ashtu pra furnizojnë të gjithë strukturën kriminale. Ndodh që kokat nuk kapen, lëshon urdhër arreste në një moment gabuar, duke ditur, le themi, Byroja Kombëtare e Timit, sa aty e ka Timsin, vendos emrin Andi Bora apo Fation Softa dhe është jashtë Shqipërisë, apo është brenda, i bën në momente të tilla kur kokat nuk gjenden, nuk kapen, dhe e dyta, ne sot thamë që sekuestrohen mbi 200 pasuri të paktën informacionet cilat i kemi deri në këto momente, por konfiskimet për vitin 2025 ishin nga 40 kusur milion euro, të sekuestruar ishin vetëm 1 milion euro të konfiskuara, cilat i kalojnë shtetit. Si e shikon këtë histori tani? Shiko, po flasim për një person që ju përmendët Mirë Pepa, i njohur në emrin e publikut. Ky ka një vit që është në kërkim, sepse siç e përmendët, ka shkrepur armën në një ambient feste, në natën e ndrimit të viteve, dhe me që ka qelluar me armë, shpallën në kërkim dhe nuk është gjetur për një viti. Shpallën në kërkim tani, sigurisht që shpallja në kërkim ose marrja e autorizimit nga gjykata për të bërë jo vetëm arrestimin për shpallur atë në kërkim ndërkombëtar, po më shumë edhe për mundësinë për të deportuar tek strukturat, për të bërë kontroll në banesë, për të sekuestruar pasuritë, për të marrë pajisje ndryshme të cilët mund ta ndihmojnë më shumë hetimin, siç mund të jenë kompjuter apo pajisje apo bashkëpunëtorë të tjerë. Kështu që kjo mund të jetë, por ka dhe raste dekonspirimi, të cilët por operacionet e fundit, qoftë policisë, qoftë të spakut, kanë qenë shumë profesionale, kanë qenë shumë pak informacion ka pasur, si dhe ky rast ka shumë pak informacion. Operacioni është në zhvillim e sipër, patjetër që mund të kemi të tjera rezultate dhe ende nuk kemi dhëna zyrtare nga struktura e posaçme për mbylljen dhe arritjen e rezultatit të këtij operacioni. Dhe kjo tregon për një punë më të mirë, sigurisht të këtyre strukturave. Por nuk mund të përjashtojmë rastin që persona të caktuar, të cilët kanë kaq shumë fuqi ekonomike, kanë pushtet financiar, të kenë mundësi të kompromitojnë personat të cilët janë në struktura. Për shembull, vlerësova shumë drejtorin e përgjithshëm Hitaj, i cili thotë ne do ta nisim nga vetë pastrimi i rradhave tona. Sepse në rradhat e policisë patjetër ka pasur persona të cilët jo vetëm dekonspirimi, që është gjëja më minimale, por është bashkëpunimi. Rasti i një përgjimi që doli për një oficer të lartë që komunikonte me ta lidhur me dhëna që kishte apo me dhëna që merrte, duke filluar që nga Timsi, që nga informacione paraprake nëse kishte plane
apo hetime, apo survejime ndaj personave dhe grupeve të caktuara. Kështu që kjo tregon edhe një herë, paktën këto raste tregojnë që rekrutimi ose rasti i rekrutimit të një personi i cili ishte i agjencisë mbikëqyrës policore, aty ku ishte për të kontrolluar strukturën vet, ata ishin persona të cilët o shoqëronin Ervis Martinaj, rasti i një oficeri, ose rasti i aeroportit të Rrinasit, ku ishte një oficer apo punonjës i agjencisë mbikëqyrës, i cili ishte marrë edhe në mënyrë korruptive në marrëdhënie pune, pa kritere, i futur, pra akoma dhe më keq, i futur nga shefat e tij që të shoqëronte një person i cili u bë viktime e atentatit të aeroportit të Rrinasit, ose oficeri i forcës operacionale. Është niveli më i lartë ku ka çelësat e Ministrisë së Brendshme. Është një struktura e vetme që hyn kudo, hap çdo portë, ka drejt të ngrej grupe vëzhgimi në terren, lëvizje fizike me makina dhe me mjete, mund të bëjë gjithçka që i duhet për veprime operacionale. Ose forca të tjera apo persona të tjerë, të cilët kanë qenë duke filluar që edhe nga një deputet i dyshuar, i arrestuar nga struktura e posaçme, i cili ishte pjesë, madje vinte edhe telefonin Komisionit të Sigurisë për të dëgjuar personat të cilët e kishin stimuluar qoftë edhe me vota për të bërë deputet i parlamentit. Pra, niveli i korrupsionit dhe përfshirja te diku, elementeve nuk mund të theme strukturave, po brenda strukturave të sigurisë kombëtare, patjetër që është një element shqetësues. Dhe kjo e bën atë që themi ka apo jo dekonspirim, ka apo jo bashkëpunim. Shefa krimesh, sa shefa krimesh janë të arrestuar? Rasti i shefit Elbasanit apo të Durrësit, ku shefi krimeve jo vetëm që ishte dekonspirues, por punonte për të qitë të prit kundërshtarin e tij për ta eliminuar. Pra, mendojnë, po flasin grupe të cilët kanë jo vetëm rekrutuar, po i kanë kthyer në bashkëpunëtor të mirëfill për një aktivitet të fortë kriminal. Pra, në raste të caktuara softa ka njerëz cilët e mbajnë veshjen vetëm për të kamufluar aktivitetin kriminal. Këtë do ta pranojmë, ka treguar, le të themi, mesazhet e SkyCC, sigurisht e shëron, siç e thatë edhe ju nëpër struktura të ndryshme sigurisë kombëtare, nuk është fare tashmë, le të themi, një gjë e re, të cilët kanë njerëz që janë shndruar në të infiltruar të grupeve kriminale.